që i tregoni t'ju? Sa ta përgodisin në Serbi? Ku i dini t'ju? Jo, tani ne i tregonim për forcat sërbe në Kosovë. Aha. Se në Serbi din e vetaj. Se në atje Serbi do godisë ushtrinë, do godisë objekte. Objekte. Industrinë e tyja. Po këtu në Kosovë? Në Kosovë do godisë gazermat e tyre, po dhe në front, se ushtria ishin në front. Ku kishte artillerin, ku kishte ushtrinë. Këto ja i prim neve. Dhe ju kishit dhënat? Po neve kishim në luftonin, hiqit ju në vit parë, tani ju thonë, ju më tregonit se sa tanke ka, ku i ka në hartë, edhe unë i hidhja në hartë, në hartë i hidhni me hartë, dhe pësa ja shkruaja anglisht dhe atë shkruaja NATO-s, sepse na i dhanë të gjitha, se i kishim fakt, se i kishim gjitha. Bile në kanë ndihmuar shumë dhe Gjermania. Gjermania në dha telefona satelitor, që nuk blokoheshin dot qoftë edhe nga Rusi, qoftë edhe nga Serbia. Dhe ne flisim lishëm me dha, flisim hapur fare në telefon. Ju fliset me NATO? Me NATO. Dhe po sa herë ja dërgonim? 10 herë, 15 herë, 2 herë në ditë. Varet si që kërkonin ata. Dërguat ndonjëherë gabim? Jo, ata veprojnë gabim. Ne jo, nuk bëjmë gabim. Nuk bët gabim e ndërgim koordinatar? Jo, absolutisht. Po, diçka tjetër. Ditën e parë që unë jap të dhëna, unë i dhash të dhënat si që përdorim neve këtu lindja. Koordinatat në hartë, X, Y. NATO a kishtë kundër në Y, X, i për Y, pastaj i për X. Më thanë mua, këto të dhëna që ju bjenë në detin Adriatik. Po, për pak në goditët, për pak. Atere, po i thashun, pse? Më thanë, si i përdor, kërë jep koordinat par X-in, jo, duhet dhe një Y. Është gjithë problemi. Dhe, pse thani që veprojnë gabim? Goditën gabim? Jo, nuk goditën ata gabim. Ata goditën gabim, ata. Goditën në disa kolona, po jo se ishin të dhenat nga ne gabim. Donin ta bënin këtë gjë? Ishin 19 shtete që veproni. Të gjitha të shtetet nuk na doni. Dhe mos harrojmë që një oficer i NATO-s francez e arrestuar dhe dënuar. Në atë kohë? Në atë kohë. E kapën për spionazh? Po, i jipte të dhënat Serbisë se kur do ngri aviacion e ku do godiste. Bile jo pa qëllim, shonë bërësi, ditën që mua më dha të dhënat, që do të veproja, më tha një këshill. Kur ne do të thomi se cili aviacion do ngrihet tashti, ka radhën, se ngriheshin me sipas shtetit. Shtetit. Kur do të thomi që do ngrihen francezët, mos ta jepni dhëna. Si mos ta jepni? Në momentin që do kur do të thomi ne që tani ka radhën aviacionin francez, mos i fare të dhëna. Pa besueshme. Domethënë i kishim brenda, por nuk tash dhe tani s'ka nevojë të flasim shumë. Po, edhe unë nuk po pyes më shumë. Herë tjetër, kjo shumë, ju emocionuat, po dhe unë kam këtë habin e madhe, çudinë e madhe, se si ndodhi ajo gjë, që dhe tani ka kaluar kohë, është e pamundur të ndodhte. Ajo që bëri NATO është e jashtëzakonshme. Çfarë nuk thanë, me çfarë nuk e lidhen, me historitë e dashurisë të Clintonit, e me çudira, e me çfarë nuk thanë atëre, por ndodhi një luftë, u bombardua. Wesley Clark në librin që ka shkruar, thot në një takim thot që në një mëngjes që kur shkoi në Washington dhe piu kafen me Madeleine Albright, Madeleine më tha, luftën e Kosovës e quaj sikur lufta ime dhe lufta juaj. Jo i gjithë departamenti ka qenë dakord. Ishte kam ngulja Albrightit me Clintonin. Që e deshen, dhe e bën. Ama sa i kushtoi atyre luftë? Përsëri tani Putini atë po përmend. Po bën krahasimin me Krimen me Kosovën. Dhe askush nuk po flet, duke sikur e tha kot, nuk e tha kot. Është një moment i rrezikshëm për historinë. Si kërkojmë në Kosovën dhe e kërkon tokat e tij? Është një gjë. Tani se s'është një gjë, kush janë tokat e tij? Krimea. Krimea ka qenë e Rusisë, ja dha Khrushchevi Ukrainës kur qe sekretari i parë. Se ishte vetë Ukrainës. Po. Kështu që është një gjë, mund të vëmë pjesën e... Paralelisht. Për mua është paralel. Po kjo është po ndodh me Ukrainën? A tjetër problem. Kjo është tjetër problem. Çfarë lufte po bëhet në Ukrainë tani? Çfarë lloj lufte është në vështrimin e një njeriu që i përket ushtrisë? Sepse po shikojmë bombardime, një gjë që ka dalë jashtë kontrollit, apo është brenda kontrollit sipas jush? Unë befasojmë për diçka.
Para se fillonte lufta, presidenti i Ukrainës tha që ne kemi mbi 250.000 ushtarë, 300.000 dhe 900.000 rezervistë. Ku luftuan këta? Po luftojnë, aty janë gjithë. Tani kur gjithë burrat janë në Ukrainë. Ku janë? Janë futur për qytete. Po. Ukraina e lufton si në mesjet. Ushtrinë e pas ka futur në qytete dhe i thotë Rusisë mos më godit se më vret fëmijët. Ku është kjo ushtri? Ku e bllokoi? Ku janë brezat e mbrojtjes? Ku janë mbrojtjet kundër tanke? Ku i ka? Pra është e thonë se kam mbi 40 general. Përse janë këta general? Ku e ka këtë ushtri? 900.000 dhe 900.000 rezervistë? Ata mbaset janë në lista, po si duket ata s'kan bërë kur servit. Që ka se puna jonë ata? Atë nuk e di. Jo, nga ne tërmet Rusia. Nga kush? Nga ne, që a fletë, ku guzon Rusia sulmene, mos e thuet laf. Tani, me gjithë emocionin dhe dashurin që keni për punën tuaj, tani talleni me situatën në cilën jemi. Po pra, ne jemi të qarmatos. Po jemi vëndi NATO-s. Po edhe? Një për gjithë për një. Po edhe kur luftoj Turqia me Greqinë NATO as në ryri. Për Kipron. Qësesi, ç'do me thënë kjo, domethënë që nuk ka vlerë ti është vendi NATO-s? Jo, po ka vlerë. Po tash kur zyen dy vendet e NATO-s, ai do thotë mos ti më se keni mirë, për gjithë këtë që lloj mbar me shpull. Kështu që ti duhet të jesh gati vetë njerë, pavarësisht të mbron apo jo NATO, ti duhet të jesh gati. I Zoti e nxjerr kafshën nga belt. Po s'ke vetë, ja, ai s'është i Zoti edhe i lutet NATO-s ai, presidenti i Ukrainës. Po, se s'është në NATO. Jo, po pse i lutet NATO-s? Se s'ka ushtrinë e vet. Se nuk është pak, janë 24 milion. Dhe është një gjë interesante, mbase s'u vjen mirë ta thonë, s'u vjen mirë kush do të na dëgjoj. Po kur Kosovës ju përzu 50% e popullsisë, pse s'u ngrit një nga Ukraina kundër serbëve? Tani kjo është teori që filoruse. Jo, s'është filoruse, antiruse. Këta të Ukrainës. S'doli një politikan i Ukrainës të thoshte Serbisë ç'a po bën. Kurse tashti Ukrainës ikën 1% e popullsisë, po bëjnë ulërime. Ne na iku 50% e popullsisë. E përzuan me dhunë. Okej. Nuk dua të krahasoj dhimbjet. Do të thënë nuk arriti krahasoj dhimbjet. Nuk do doja edhe pse kjo është dhimbja e njeriu që ka një dorë time, një këmbë time. Dhe Evropa nuk i pranoi kosovarët që i përzidha Serbia. Vetëm Shqipëria. Prandaj Clinton i tha, kemi njohur njerëz human, kemi njohur shkencëtar human, por nuk kemi ditur që pas ka një komb human. E ne ishim shqiptarët. E jashtëzakonshme. Lufta e Kosovës është e jashtëzakonshme. Mund të rikthehet. 900.000 erdhë 900.000 kosovarë në Shqipërinë e djegur. Dhe Evropa si hapi dyrë. Evropa humane. Nuk i hapi dyrë. Po i mbajti Shqipëria. Dhe një pjesë i mori Amerika me avion. Po jo Evropa.